E lindur në Francë. Që ajo më duk edhe mu Mu në do Paris të ke interesanta. lind. Kem të dy të njëjtën mendim. E lindur në Francë. Na shpjego pak Miranda këtë pjesë. Unë E lindur në Francë, rritur në Shkup. kom lind. Apo rastisht? Jo, printe mi kanë jetuar një kohë të shkurtë në Paris dhe kur motra ime madhja Teuta i ka bërë 6 vjet, babi s'ka dash me na rrit në Paris, po ka dash me na rrit në frymë shqiptare dhe është kthy në Shkup, i vetmi domethënë sepse gjyshi me xhaxhallarët e mi kanë vazhdu me jetu në Francë dhe pastaj kemi qenë 4 fëmijë kur është kthy babi edhe pastaj janë edhe 2 të tjerë. Edhe admiri me lindën, kështu që kjo është ajo rastësia që kam lind në Paris. Vetëm kam lind, jam rrit në Shkup, edhe shkollën fillore kam mbaru në Shkup, të mesmen në Tetov, edhe fakultetin Tetov kam mbaru. Kom qenë antare shoqërive kulturore artistike, fillimisht Ive Palikuqi, sepse kanë qenë këto 2 vatra ku ne shqiptarët e Shkupit kemi mund ta shprehim talentin ton, sepse shtëpia e pionerit edhe ajo kori i qytetit për fëmijë ka qenë e mbyllur për fëmijët shqiptar. Aty edhe pse kom kalu 2 herë audicionet tonë dhe më kanë thënë shkon shtëpi se të thrasim dhe nuk më kanë thirr asnjëherë. Edhe i vetmi vend ku unë kom mujt me këndu këngën ka qenë shoqëria Ibe Palikuqi fillimisht, pastaj kom kalu në Mendurak. Kemi pas shumë koncerte, emisione të ndryshme dhe si 10 vjeçare futem në studio për herë të parë. Ka qenë emisioni viti 3. Edhe Ke kënduar një këngë si 10 vjeçare. Po. A e man men atë këngë? Po. E man men? Po. Vjersat munde shoj lumbora, s'mënër hunda, s'mënër dora, vjersat mundesh fjolla, fjolla, se s'mën dalti do të nga shkolla. Ka qenë. Interesant pa shumë video, shumë e majtë men. Do më thanë, diskriminimu kanë në atë kohë, dhe shqiptarëve, dhe u kanë shumë vështirë. Me të përtu. Po, pastaj, nëse ke dash të futesh në shkollën e ultë muzikës, gjithashtu i ke pas dyrët e mbyllura, tash drejt për drejt jo, po, ose kanë pranu 1 ose 2 nxans, ose asnjë, ka pas gjenata që s'kan pas asnjë nxans. Ata fëmijë që janë pranu kanë qenë fëmijë të dikujt, të funksioneve të atërshme, për ndryshe. E ti veç me talent ki arrit. Unë vish me talentin tim, edhe fatin e kom pas që bashkëpunëtorët e mi prej fillimit i kom zgjedh ma të mirët që të arrit të vazhdosh karrierën ku ke vazhdu deri sot. Dy albumet e mia të para i kam bërë në Tiranë, domethënë prej Shkupit kam shkuar në Tiranë. Edhe pastaj të tretin në Prishtinë, kom vazhdu bashkëpunimet e ndryshme në për festivale, emisione, edhe atër kur jam shkëput prej shoqënive.